Në Universitetin Luiq Gurakuqi u prezantua fjalori i Malli i Gjuhës Shqipe, një vepër që konsiderohet ndër projektet më të mëdha shkencore dhe kulturore të realizuara për gjuhën shqipe në vitet e fundit. Të pranishëm në këtë veprimtari ishin akademik, pedagog, studiues dhe përfaqësues të institucioneve që ndan vlerësime për rëndësinë që kjo vepër ka për ruajtjen, pasurimin dhe promovimin e Shqipes. Sot kemi kënaqësinë të promovojmë edhe këtu në Shkodër, në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, fjalorin e madh të gjuhës shqipe 2026. Kemi kënaqësinë dhe ndjehemi të nderuar si institucion që dy nga kolegët tona, profesor doktor Mimoza Priku dhe profesor asociuar doktor Zarta Draqini, janë pjesë e këtij projekti. Është një fjalor me 120.000 fjalë dhe frazeologji dhe tashmë interesimi i publikut është i madh, pra tregon që ka pas një uri në drejtim të fjalorit të madh. Së shpejti arrim 13 milion klikime kërkesa që janë drejtuar faqes së fjalorit të madh. Fjalori i madh tregon që dialektet nuk janë konkurrencë me njëri tjetrin, por bashkëtojnë me njëri tjetrin. Akademiku Valter Memisha, drejtuesi i projektit dhe sekretari shkencor i fjalorit të madh të gjuhës shqipe, prezantoi punën dhe sfidat e realizimit të kësaj vepre, duke cilësuar si një arritje të rëndësishme në studimet albanologjike. Memisha foli edhe për rolin që merr gegërishtja në këtë fjalor. Madje Shkodrës jemi borxhllë për arsye se pasuria vertikale e Martin Sama e Fishës e autorëve të tjerë të shquar, jo i gjitha kisha ardhur në fjalort e mbarshëm. Më shumë më ishte i pasuruar një pasuri leksikore, fjala apo deri diku një si frazeologjike, por nuk kisha ardhur ajo që meritonte Shkodra, që meritonte në fundit vetë gjuha shqipe. Fjalori i Malli i Gjuhës Shqipe, një variant i ri me 11.000 faqe, përmban një përditësim me 6 fishin e fjalëve që përmbante fjalori më parshëm i 1980-s. Ky fjalor përmban 127.000 fjalë dhe frazeologjizma që përbëjnë numrin më të madh të fjalëve të identifikuara nga Kartoteka e Gjuhës Shqipe në Akademinë e Shkencave.